Vezë dhe vaj ulliri, kura që nuk ka ngelur njeri pa e provuar. Në jetën e përditshme hasemi me probleme të shumta shëndetësore, të cilat në jo pak raste zgjidhen edhe me kura natyrale. Rënja e flokëve dhe problemet me dëndësinë dhe shkëlqimin e tyre janë probleme që prekin rregullisht si femrat ashtu edhe meshkujt. Përtej trajtimeve miksore, shëndeti flokëve mund të përmirësohet ndjeshëm edhe fal këtyre kurave natyrale. Kura natyrale për flokët, të cilat ja vlen t'i provoni. Aloe vera. Aloe vera përmban një kurrë të shkëlqyer kundër rënies së flokëve. Ajo qetëson dhe zbut skalpin e kokës dhe krijon një mjedis të shëndetshëm për rigjenerimin e qelizave të flokëve. Aloe vera ndihmon në eliminimin e yndyrës, që parandalon rritjen e flokëve. Ju mund të përdorni xhelin e aloe verës për të masazhuar skalpin dhe duke ushqyer kështu flokun. Ju këshillojmë ta mbani këtë mask për 10 deri në 15 minuta dhe më pas ta shplani. Më pas ju mund ta lani kokën me shampon e zakonshme. Jamballi. Jamballi rekomandohet për të pastruar skalpin e thatë dhe të irrituar. Jamballi çel poret dhe forcon rënjën e flokut, dobësimi i së cilës bëhet shkak për rënjën e flokut. Jamballi mund të konsumohet çdo javë në formën e çajit. Lëngu i qepës. Ekspertët thonë se lëngu i qepës është shumë efikas për rritjen e flokut dhe funksionon me të vërtetë. Qepa përmban squfur që përmirëson qarkullimin e gjakut, nxit prodhimin e kolagjenit dhe lufton bakteret që prekin sipërfaqen e skalpit. Ju mund të lyeni skalpin me lëng qepe dhe ta mbani ashtu për 15 minuta. Më pas, mund ta lani kokën me shampon e zakonshme. Vaj rozmarinës. Vaj rozmarinës është ideal kundër zbokthit dhe infeksioneve të lëkurës së kokës. Ky vaj gjithashtu funksionon kundër rënies së flokëve dhe ka një rol të fortë stimulues për rritjen e tyre. Vaj rozmarinës mund të aplikohet direkt në rënjën e flokut për efikasitet të lartë. Hudhra. Hudhra forcon flokun në mënyrë të ndjeshme. Njësoj si qepa, ajo është e pasur me minerale dhe vitamina që e ushqejnë dhe forcojnë flokun. Ju mund të përzjeni në mikser disa thelpinj hudhre dhe pasi të keni formuar një masë të trash, mund ta vendosni atë në skalp dhe ta mbani për rreth 10 minuta. E më pas të lani flokët me shampo si zakonisht. Një kurrë e tillë ndalon menjëherë rënien e flokut. Uthulla e mollës. Bllokimi i rrënjve të flokut nga bakteret shkakton rënje të mëdha të flokëve. Për të parandaluar një gjë të tillë, ju mund të shplani flokun me një përzierje të sasive të barabarta të uthullës së mollës dhe ujit. Veza. Maska me vezë është një nga kurat më natyrale kundër rënies së flokut. Veza përmban sasi të lartë proteine, e cila rikthen flokun në gjendjen e mëparshme. Në një tas qelçi përzjeni një vezë dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Maskën përdoreni në flokët e larë dhe të lagur dhe mbajeni ashtu për 10 minuta. Më pas, lajni flokët si zakonisht me shampo. Këtë kurrë mund ta përdorni një herë në javë.